fillimisht duhet kemi kujdes për shkak se këtu vlen parimi i prezumimit të pafajësisë. Kemi vetëm dyshimin e bazuar mirë ndaj ministrit Rozeta dhe 3 të tjerëve atje që janë të akuzuar për vepra penale keqpërdorjen e pozitës dhe zbulimi i sekretit shtetor. Këto janë 2 vepra penale për persona zyrtar përveç Ridvanit, i cili ai është me një vepër tjetër për shkak se ka dhënë ndihmë për kryen e veprës penale. Sa i përket veprës penale të keqpërdorjes të detyrës zyrtare, konsideroj se është lidhur një kontratë me një person të Turqisë atje dhe se momentin kur është lidhja e kontratë me bazë çmimit të bursës, dallimin mes çmimit të bursës dhe kohës kur lidhet kontrata është diku afërsisht 200 euro, plus sipas akuzës foli, plus kemi të bëjmë edhe me një mos dorëzimi i një shumë të madh të grunit, si rezerva shtetërore. Sa i përket zbulimit të sekretit shtetor, atëherë kemi të bëjmë për shkak se këta 3 ministra dhe 2 persona zyrtar i kanë zbuluar sekretet shtetërore duke i jepur informacionet i Ridvan Muharremit. Kështu janë ato baza e aktakuzës. Po unë mendoj se këta nuk janë as ministra, për shkak se me bazë të ligjit për qeverinë, këta nuk mund me ushtu 2 detyra. Nuk mund me ushtu detyrën edhe të ministrit dhe deputetit. Janë kundërshtim me ligjin mbi qeverinë, nga se nuk lejon ligji mbi qeverinë ushtrimin e 2 detyrave, si në ekzekutiv edhe në legjislativ. Të njëjtën që është edhe Kushtetuta e Kosovës e ndalon ushtrimin e detyrave. Këta jo ka ushtrojnë detyrën, por sikur të atakoheshin vendimet e tyre, siç ke rastin me atullzimin administrativ të ministrit Tekuran Murati, që cilën Gjykata Supreme e anuloi. Kështu që edhe gjitha vendimet tjera janë kundërligjshme dhe kundërkushtetuese. Vetëm kemi këtu një shkelje të madhe nga ona spori i kryeministit dhe gjithë ministrat dhe deputetët, nga se e sulmojnë sistemin e drejtësisë, tu marrë parasysh se sistemi i drejtësisë është i pavarur dhe pushtetit janë të ndarë, ekzekutivi dhe gjyqësori të ndarë dhe nuk lejohet ndërhyrja e ekzekutivit as legjislativit në sistemin e drejtësisë. Prandaj gabimi kemi edhe vrejtje edhe nga ona e institucioneve ndërkombëtare se kjo cilësohet si ndërhyrje. Prandaj prej momentit kur kryeministri atëherë në kuvend e mbrojti atë Krasniqin në kek që është akuzuar, edhe tani më duket ka edhe dënim, edhe gjithë ata i kanë mbrojtur. Në fakt ky si kryeministër do të jetë shembull edhe të thotë derisa të vendos drejtësia, të janë pafajshëm, mirë po duhen të largohen nga detyra se nga me këtë kauz janë ardhur në pushtet ta, që mos ketë asnjë ministër, asnjë person zyrtar me akuzë në funksion shtetërore. Por këta kanë vazhduar krejt kundërtën, bile kemi rastin kur ky kryeministri tani nuk ka zbatuar as vendimin e gjykatës, kur është dënuar 2 herë nga 250 euro, për shkak se nuk ka shku me dhonë dëshmi dhe me kontribun drejtësi. Mendoj që ne nuk kemi informata faktikisht se çfarë ka në këtë aktakuzë, vetëm ditën e djeshme që është bërë publike nga Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës, është ngrit akuzë ndaj ministres Rozeta Hajdari, mirë po duke që asaja vetë nuk e din, për shkak se sigurisht që vjen koha kur gjykata e dorëzon, nuk e din cilat janë arsyet për ngritjen e kësaj aktakuze. Sa unë e dija, ja publikisht ka deklaruar që nuk ka refuzuar që t'jep deklarat në Prokurorinë Speciale, mirë po janë ligjet të veçanta faktikisht që kanë të bëjnë me çështjen konkrete të rezervave shtetërore, sepse ato janë faktikisht me ligj të veçantë parapame dhe për këtë arsye derisa nuk deklasifikohet faktikisht ajo, derisa nuk bëhet e mundshme që t'jep deklarat, kjo nuk ka mujt t'jep deklarat
në prokurori se do të ishte një vepër e veçantë penale. Do të janë situata juridike që duket që nuk i ka të qartë as prokuroria, as prokurori ndoshta konkret i rastit, me qenë se ne duhet besojmë që nëse kemi të bëjmë me një çështje konkrete që është sekret shtetëror, atëherë janë faktikisht situata të veçanta kur dikush mund të deklarohet apo jo, para një prokurori i cili nuk di a ka pas të drejtë faktikisht që të tentoj të marrë një deklaratë të tillë, dhe këto gjëra besoj që do të sqarohen gjatë gjykimit të ardhshëm nëse do të kemi gjykim. Arsyeja pse po them nëse do të kemi gjykim është se në momentin që shkon deri tek gjyqtari konkret, atëherë secili ka drejt që të kundërshtoj aktakuzën dhe provave dhe pastaj gjyqtari vendos se do të aprovojë një kërkesë të tillë për hudhje të aktakuzës apo jo, dhe nëse kjo nuk ndodh, nuk hudhet aktakuza nga gjyqtari konkret, atëherë shkojmë në gjykim të rregullt. Dhe mendoj që është tepër vështirë, do thotë që të komentojnë diçka që nuk e kemi pa. Duhet presim ma konkretisht se si po zhvillohet kjo ngjarje, e cila spaku në opinionet saktura mund të ketë edhe ngjyrime politike, por prapë duhet presim se çfarë do të vendosë gjykata. Po mendoj që standardet që e proklamojnë politikanët, të çfarë do lloj niveleve, që dikush duhet jep dorëheqje pas kritjes së një aktakuze, marrët ka pas deklarime që dikush duhet jep dorëheqje edhe nëse fillon një hetim ndaj tij apo ndaj saj, besoj që juridikisht nuk qëndron. Mendoj që duhet jep dorëheqje apo të shkarkohet vetëm një person, çfarë do lloj posti që mban, qoftë ministër apo zyrtar i lartë apo i mesëm, çfarë janë faktikisht në të themin e punë shtetërore, nëse ai shpallet fajtor me gjykim të plotfuqishëm. Pse po e them këtë? Do të kemi pas nimëri rastesh kur është ngrit një aktakuzë, pastaj personi ka shkuar në për gjykata, në gjykime dhe përfundimisht është liruar i pafajshëm. Mirpo dami që mund të krijohet, do thotë nëse nuk ka një bazë të fuqishme që provat konkrete që prokuroria pretendon ta vërtetojë fajësinë e dikujt, duhet jenë do thotë shumë bindse. Mendoj që ka premisa faktikisht të luftës kundër vetëvendosjes edhe me përdorim të institucionit të prokurorisë. Pse po e them këtë? Sepse dihet që lëvizja vetëvendosje, themi prej që ka marrë pushtetin në qeverinë Kurti 2 posaçërisht, janë dërguar rreth 250 kallëzime penale dhe vlera e tyre është milionëshe, do thotë mund të jenë edhe qindra miliona që pretendohet që janë keq përdorur, dhe deri më tani nuk kemi pa ndonjë deklarim publik të prokurorisë çfarë është duke ndodhur me ato kallëzime penale që janë prapë përsëris rreth 250. Ndërsa në anën tjetër me deklarime, do thotë me prova apo gjysmë prova, lehtësisht po vendoset të ngritet një aktakuzë, por prapë duhet presim epilogun gjyqësor.